Procedimi penal numër 8 i vitit 2019 ndaj 3 pandeurve ku një nga të pandeurit ka qenë një ish prokuror, po ashtu i akuzuar dhe i dënuar me vendim të formës prerë për veprën penale të korrupsionit pasiv të prokurorëve. Në fakt, për të thënë vërtetën, hetimi i çështjeve penale që përfshin funksionarët të sistemit të drejtësisë tregon një besueshmëri profesionale. Dëshmon për menaxhimin e çështjeve të ndjeshme dhe angazhim të palëkundur ndaj parimit të barazisë përpara ligjit. Po ashtu dëshmon balancën mbi vendosmërinë në hetim dhe ndjeshmërinë që kërkon trajtimi i rasteve të tilla, të cilat prekin vetë sistemin e drejtësisë. Këto çështje reflektojnë bindjen profesionale se asnjë funksionar publik, pavarësisht detyrës apo statusit të tyre, nuk qëndron mbi ligjin dhe se zbatimi barabartë i ligjit është themeli mbi cilin ndërtohet procesi i rregullt ligjor dhe shteti i së drejtës. Për të kaluar tek prokuroria e posaçme, kam hetuar një sër çështjesh veçanërisht sensitive dhe me kompleksitet të lartë, ku ndër më të spikaturat, shkurtimisht nuk do zgjatem shumë, procedimi penal numër 209 i vitit 2020, i cili ka qenë për vrasje me paramendim për aktmarrje dhe vrasje në rrethana të tjera të cilësuese të kryera në bashkëpunim të posaçëm ato të grupit të strukturuar kriminal ndaj 3 të pandeurve, të cilët janë dënuar me vendim të formës prerë me burgim të përjetshëm. Çështja penale numër 150 e vitit 2021 dhe 148 e vitit 2022, ku në të dy këto çështje në fakt janë lidhur marrëveshje bashkëpunimi me bashkëpunëtorë të drejtësisë, të cilët kanë qenë një armë shumë e fortë për zbardhjen e gjithë veprimtarisë kriminale dhe të identifikimit të gjithë personave të përfshirë në këto ngjarje kriminale. Çështja penale numër 19 e vitit 2022 për veprën penale të sigurimit kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje kryer në bashkëpunim posaçëm ato të grupit të strukturuar kriminal, ku veçantia e kësaj çështje është se është kryer në bashkëpunim të ngushtë me autoritetet holandeze, kryesisht me prokurorinë Limburg në Holland, me të cilën ne kemi shkëmbyer akte hetimore prova në kohë reale. Këto çështje në fakt janë të përfunduara të gjitha me vendim të formës prerë, të cilat kanë konfirmuar akuzat e ngritura nga prokurori. Madje në çështjen e parë që unë përmenda 209/2020, ku pandeurit janë dënuar me vendim me burgim të përjetshëm, edhe pas një ndryshimi, një pushimi të pjesëshëm të një akuze nga gjykata e posaçme e shkallës parë, pas ankimit të prokurorit, apeli vendosi sipas akuzave të atribuara nga prokurori. Një tjetër çështje shumë sensitive është procedimi penal numër 75/2022 me 32 të pandeur, ku në këtë rast janë lidhur 3 marrëveshje bashkëpunimi me 3 bashkëpunëtorë drejtësie. Në këtë çështje, si rezultat i të dhënave të përftuara nga bashkëpunëtorët e drejtësisë, të cilat sigurisht janë harmonizuar me gjitha provat e tjera të grumbulluara nga ana jon që në fazën më të hershme, sepse sigurisht që të bësh një bashkëpunëtor drejtësie duhet fillimisht të verifikosh ato thënjet e tij, që ti të bindesh që ai po tregon pa rezerva dhe të japësh pastaj statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Kështu që në këtë kontekst, këto deklarime të marra nga bashkëpunëtorët e drejtësisë, po sigurisht harmonizuara dhe me provat e tjera të grumbulluara gjatë hetimit, bën që të zbuloheshin një sër ngjarjesh të rënda kriminale, si vrasje, vjedhje me armë, sigurim të kushteve dhe mjete materiale për të kryer vrasje dhe korrupsion pasiv në radhët e zyrtarëve publik. Ishin një sër çështjesh të cilat janë bashkuar dhe ishin pezulluar ndërkohë ndër prokuroritë e jurisdiksioneve të veçanta, të cilat më pas u bashkuan me procedimin MAM 75/2022. Unë them që kjo është një ndër çështjet më komplekse të prokurorisë së posaçme, se brenda një çështje janë disa ngjarje kriminale, të cilat e bëjnë shumë komplekse dhe të vështirë hetimin e kësaj çështje penale. Çështja penale numër 82 e vitit 2021 për veprën penale të shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tender, që ka qenë ndaj një ish kryetar bashkie dhe bashkëpunëtorëve të tij, e cila po ashtu ka përfunduar me vendim të formës së prerë. Procedimi penal 60 i vitit 2024 për veprën penale korrupsion aktiv dhe pasiv në zgjedhje, i cili tashmë është në fazën e gjykimit. Së fundi, unë në fakt nuk e kam paraqitur në platformë për shkak se çështja ishte ende e padërguar në gjykim dhe konsideroj fazë hetimi paraprak, është procedimi penal 75/9 i vitit 2022 me 33 pandeur, i cili është dërguar në gjykatë
dhe që ka të bëjë me veprat penale të vrasjes me pagesë, pastrim të produkteve të veprës penale, sigurim të kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje, të kryera këto në bashkëpunim të posaçëm në formën më të lartë të bashkëpunimit atë të organizatës kriminale. Pra deri më sot, ky është rasti i parë që ka shkuar për gjykim për organizatë kriminale dhe po ashtu njërisi në kuadër të këtij procedimi është se është proceduar me sekuestrimin e kriptomonedhave në vlerën $10 milion, të cilat në fakt ne patëm një problematik se si t'i ruanim sepse nuk ishim një portofol, po arritëm që fal bashkëpunimit me autoritetet e huaja, t'i ruanim në një shtet tjetër nëpërmjet kërkesës për ndihmë juridike. Në çështjet e hetuara në prokurorinë e posaçme, kam demonstruar përdorimin e metodave proaktive të hetimit, përfshirë, përgjime, vëzhgime, përdorimin e agjendëve në mbulim, të cilët kanë... E di, po e kam... E di, kërkoj shumë djes, po më thuaj sepse... Po. Po. Je i shpejtë. Jo, nuk e kam për këtu, por e kam në... Jo, vetëm sa të kujtesë në tim që ka shpejtë. Është problem?